Andaj shpeshherë në për ligjërata përmendin dhe kam përmendin hoxhallarët se o ju vëllezër temi esenca e namazit. A dini pse është me 5 herë në ditë? Se ai Zoti i Madh 5 herë në ditë dëshiron të takohet me ty. Aq shumë më dashka dhe të dashka Allahu xhallahu ala sabah edhe në mbrëmje 5 herë thotë unë du të takohem me ty. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu xhallahu ala bile edhe interesohet veçanërisht në sabah dhe në akşam, pra në ikindi, duke ju thënë melekëve kejfe të raktum ibadi, si latë robërit e mi, si ishin robërit e mi. Dhe për robërit e mi në këtë hadith e ka përgjigj njerëzit e namazit, ja për tjerët. Ata me laqit i thonë, ja Rabbi, wajadnahum fi s-salah wa taraknahum fi s-salah. I gjetëm në namaz dhe i lam në namaz. Pra i gjetëm në namazin e sabahut, i lam në namazin e qendis. La ilaha illallah. Pra për dashurisë dhe interesimit të madh që Zoti i bukur xhelle xhelalu e ka për ne subhanahu wa taala, interesohet për ne, interesohet për gjendjen tonë, edhe pse ai e di çdo detaj për detajeve tona, siç e di edhe aq e fshehim në gjoksa i lartësuar qoftë Allahu.